Edhe pse janë në pension, çifti bashki me Zire Muharremin nga fshati Gurre Madhe në Klos nuk i ndahen bujqësisë. Ata shprehen se me aq pension që marrin e kanë të pamundur të përballojnë jetesën, ndaj dhe vazhdojnë të përkushtohen bujqësisë për të mbjellë kultura të ndryshme që më pas i nxjerrin në treg. Bashkimi shpreh se me 15.000 lekë të reja që merr e ka të pamundur të përballojë gjitha shpenzimet kryesisht për ilaçe. Mor një pension 150.000 lekë, sa punojmë të toka sa për një muaj pensionin, 150.000 lekë pension, s'mjafto për ne. Ilaçe morim, s'përballohen më veç me 150.000 lekë, jo barna, jo spitale, jo drita, ujë, ushtime, gjitha mjellim në i qep, në i hodër. Tani o faza i qepve, hodrave. Në mullomim për të këti, pues, na del logoria. Po fëmijët janë komplet, fëmijët janë me halët veta, me fëmijët vetë. Na jemi vesh 3 pensionistat të. Një lop, një 10 pula. Ka kushiru, baktin, kushatiru, qefi kemi bëllë, kushiru. Punojmë sa me jetu, hajde. Zire Muharremi shpreh se fshati po shkon drejt zhdukjes pasi të rinjt u larguan të gjithë, po ashtu ajo shton se as qyteti nuk bën dot pa fshatin, pasi nuk ka ku të sigurojë prodhimet bujqësore. Po ashtu ajo shpreh se gjithë rinia është në emigrim, ndaj është e vështirë të rikthehet jeta më në fshat si më parë. Me punë bujqësie sa të kemi takat. Marë ca blektori sa më rreth, një sa të kemi takat se më rapë do të gjelin ato. Pensionet janë shumë të ulta, nuk përballojmë dot asin gja me pensionet. Fëmijët kanë punë dhe veta, kanë halët e veta, janë në emergjim, si janë të frenë me nanë, me bebë, me asin gjë, me vend vetë, me asin gjë si shefit e si shduket. Jeta, fshati o plek, fshati komplet. Fshati o plek, si është bësh kryesorje, po s'pat e fshat, nuk edhe qytet. Fshati o plek, qyteti ka hik. Tokat ka me komplet ferra, komplet vdjere, pa punu asnjë, s'ka punëtor, s'ka fuqi punëtore. Mekanika ka shku në qelë, nuk ta leverdis me futin kokën tokë. Nafta po shku në qelë, buka gjithashtu, ngritje çdo gjë, pensionet në vend, edhe jeto. Tani jeto, si dush. Vitet i ka thënë Zoti me kaq. Ai sikur t'je fëmia këtu se nuk kanë asnjë leverdi. Po t'je se nuk ulet çmimet, po t'je se nuk shkon çdo gjë normal. Jemi këtë pak naç me pak llaf. Ujë skemi, ujë vadisje, ujë pishëm je. Nga ana tjetër, çifti Muharremi thonë se do të vazhdojnë të punojnë në bujqësi për të plotësuar nevojat ekonomike të tyre për shkak të pensioneve të ulta.